Avokati i emëruar këtë të martë për kryebashkiakun arrestuar të Tiranës, Erion Veliaj, ish deputeti të PS-s, Plarent Ndreca, ka deklaruar se në këtë fazë të procesit gjyqësor, mbrojtja kërkon inventarizim të akteve që më pas të njihet me to. Në një deklarat para gazetarëve pas daljes nga GKKO, Ndreca e cilësoi si te zgjatje këtë periudhë deri në marrjen në dorëzim të akteve, teksa u shpreh se e gjitha ndodh në dëm të qytetarëve të Tiranës, duke haruar se Veliaj nuk u shërben kryeqytetasve prej më shumë se një viti, sepse ndodhet në qelitë e burgut të Durrësit me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale. Ne kemi gjithë vullnetin e plot për t'i marrë aktet, për qëndruar aty dhe për t'i marrë aktet siç duhet. Në mënyrë që ne të bëjmë verifikimet tona, pra kjo është pjesë e një mbrojtje efektive. Po shumë e thjeshtë, gjykata tha pa inventar, do t'i merrni apo jo pa inventar, apo do t'i nështoni në vendim. Gjykata nuk tha tamam kështu, tha ka një inventar. Ka një inventar. Inventar, jo. Inventari i cili s'është nuk na është bërë i ditur dhe ky inventar duhet çekohet. Pra dakord, pas ka një inventar që ne nuk e dim, a ka inventar, por meqenëse gjykata e tha, dakord. Atëherë le ta çekojmë, vije dikush prezencë tonë dhe çekojmë inventarin e dosës nëse janë vërtet sipas inventarit të dosës apo jo, sepse patjetër që ekziston mundësia që mund mos jenë bazuar mund mos jenë përputhje me inventarin. Këtë po kërkojmë, pra inventarizimin qoftë referuar inventarit prokurorisë, por me çekim qoftë një inventarizim përsëri me prokurorinë. Ne s'po e bëjmë vetëm këtë nga njëra prej palëve, asaj pale që sot përfaqëson akuzën, por prokurorët nuk thanë se çfarë sjellje kanë bërë oficerët e policisë gjyqësore, nuk thanë që oficerët e policisë gjyqësore kanë shkuar pa njoftim ndaj zot Veliaj, pa njoftim të avokatës kryesisht dhe në qeli e përsëris, në qeli, në mënyrë pa autorizuar, në qeli nuk shkon askush, nuk lejohet ty askush. Se kanë bërë prokurorët në mënyrë të njëanshme, sipas. Për zërbali është njëanshëm, pra shfirmosur vetëm nga ata. Nuk ka një firmë nga as nga avokati zot Veliaj, as nga vetë Veliaj. Që do të thotë që ai nuk është akt i cili mund konsiderohet si avokati asistent në një proces, është një proces masiv i marrjes akteve, i verifikimit të akteve, i vlerësimit të natyrës aktit dhe për rrjedhoj sigurisht që i panderu ka drejt kërkojnë çdo moment asistimin juridik nga një mbrojtës dhe patjetër që duhet garantohet dhe nuk është me vullnet, është detyrë e organit që ka marrë përsipër të njohur me akt. Kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, u arrestua me urdhër të SPAK në datën 10 shkurt të vitit 2025, ndërsa ndaj tij rëndojnë 13 akuza për 5 vepra të ndryshme penale.